Mirdita, përshëndetje Ministrisë të Bashku. Vim transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion. Do të jemi në këtë hapësirë informative nga ky moment dhe deri në orën 13. Së pari shohim zhvillimin e ngjarjeve kryesore deri më tani. Pritet nisja punimeve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, parashikuar për të hapur në orën 10, por që është shtyre dhe nuk ka nisur. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi do të prezantojë paketën me 8 propozime për ndryshime statutore, ku ndër pikat kryesore është kufizimi i rolit primareve në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet dhe kryetar bashkish, listë e cila propozohet kalojë në filtrin e një komisioni të posaçëm të partisë përpara se të paraqiten antarësisë. Po ashtu delegatët do të votojnë për të zgjedhur anëtarët e Këshillit të Ri Kombëtar, por ndryshe nga tradita e mëhershme, kur lista atributi kryetarit publikohej të paktën 48 orë para mbajtjes së kuvendit, këtë herë PD nuk e ka publikuar zyrtarisht atë. Një 37 vjeçar është arrestuar në Tiranë dyshuar se furnizonte me lëndë narkotike kokainë persona të tjerë, të cilët më pas e shpërndanin atë në zona të ndryshme të kryeqytetit. Kësaj Nel Cakës ju gjetën mbi 200 gram kokainë gjatë kontrollit fizik që i është ushtruar. Brenda ditës të sotme, të gjitha subjektet që operojnë në sektorin e transportit dhe ato strukturave akomoduese duhet të instalojnë në biznesin e tyre pajisjet post për të lejuar pagesat me kartë. Pak orë para se të fillojë afati, operatorët e transportit thonë se nuk janë gati duke kërkuar shtyrjet e afatit. Sipas tyre, është i pamundur implementimi aktual për shkak edhe të kostove, ndërsa bujtinat thonë se koston për këtë shërbim do a faturojnë klienteve. Në Berat është riapur pas 3 vitesh restaurimi muzeut etnografik, një nga setet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të qytetit. Projekti përfshiu konservimin e koleksionit arkeologjik të muzeut, duke rikthyer identitetin dhe vlerat historike të një koleksioni prej rreth 1300 objektesh, të cilat pasqyrojnë kulturën, traditat, zejet dhe mënyrën e jetesës të qytetit ndër shekuj.